dhe kemi ardhur në Gazibab, në Gazibabën Legjendare. heroike. Heroike. Dhe çdo herë kemi qenë edhe të mirëpritur, edhe të gostitur maksimalisht, por do t'i veçoja dy prej tyre që kam pas rastin 2 vite kemi qenë në konvikt në një dhomë dhe kam qenë jashtëzakonisht i nderuar edhe i përgdhelum prej tyre, Hoxhen Fatmir Zaimi dhe Hoxhen Rafet Zaimi, Allahu i ruaj, 2 vite në konvikt kemi jetuar së bashku në një dhomë dhe më kanë përgdhel dhe janë kujdes për mua jashtëzakonisht shumë. U kam bargj tër jetën, obligim moral, por kam pas fatin kam pas edhe në shtëpinë e tyre në Gazibab, në shtëpinë e vjetër, pas përfundimit të luftës në Kosovë, ishin ditë të vështira. 3 net kam fjet në shtëpinë e Hoxhës Fatmera dhe Hoxhës Rafet, ku unë me disa shok që kishim dal nga prekazi, kem mund t'i shkaktojmë një rrezik shumë të madh familjes Zaimi. Ata e kanë ditë, nga se edhe nga Shkupi na kanë përcjell për në luftë kur kemi hinë Kosovë, por bujaria dhe ato shtëpia të mëdha të familjes Zaimi, në fakt ato për nga madhësia dhe ana fizike nuk kanë qenë shtëpi luksoze, por shtëpitë e mëdha nuk janë gjithmonë shtëpi luksoze që kanë shumë hapësirë, por janë shtëpi të mëdha, ato shtëpi ku brenda atyre shtëpive jetojnë burra dhe gra që kanë zemër të pasur dhe kanë zemër bardhësi e shpirt bardhësi.